Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja mesazhi i fshet që Valbona i dha Gjestit gjatë dasmës. Dasma e Gjestit dhe Eglit u komentua gjerësisht. Të ftuarit kanë qenë edhe opinionistët Arber Ajdari dhe Neda Balluku, gjithashtu edhe disa ish konkurrentë të këtij formati. Ata kanë kërcyer dhe janë argëtuar me njëri tjetrin ku performoi Remzie Osmani së bashku me të vllain Nexhatin. Valbona Mhilli në një moment i uroi Gjestit fitore dhe i tha që të mos kthehet pa kuror. Ajo duket se po mban akoma anën e këngëtarit Pejam përkundër raportit të ngushtë që kishte me Joz Markun. Para se të dilte, gazetarja kishte rregulluar raportet me Gjestin dhe po shoqëroi vazhdimisht. Finalja e madhe e këtij reality show do të mbahet të shtunën më datë 19 prill.